kënaqësia e një lloj erosi dhe patosi, pra pushteti është diçka që ty të ngop dhe ti nuk arrin dot të ushqesh mjaftueshëm sa më shumë të duash, aq më shumë do kërkosh dhe ti nuk ndalon dot. Është diçka e pashmangshme, është diçka e pandalshme. Në aspektet kognitive dhe në aspektet psikologjike, është diçka të cilën ti e sheh si adrenalin, si një epsh, si një ndjenjë të cilën ti nuk e ndal, është një lloj varësie pushteti. Dhe njerëzit që nuk shkëputen dot nga kjo varësia, njerëzit të cilët kanë humbur komplet sensacionin e kontrollit mbi veten dhe kanë humbur komplet aftësinë për të menaxhuar përgjegjësinë nga dëshirat personale. Atëherë, Irena, është pushteti drogë dhe si mund të mbrohemi ne qytetarët të cilët presim drejtim të ndershëm? Problemi është se përballë dhe fair dhe të ndershëm po njësoj. Ideja është që gjithë shoqëria në ndër shekuj, që kur kanë lindur format e organizimit social, ka shpikur institucionet, ka shpikur strukturën, pra ka ndërtuar konceptin e institucioneve për të bërë ballë kësaj dëshire për të kufizuar dhe për t'i treguar individit dhe njeriu që jeton në shoqëri që liria vjen me përgjegjësi dhe me detyrime të caktuara, paraqësa ke të drejta, ke edhe detyrime kundrejt të tjerëve dhe atyre që ti jeton në komunitet. Ndaj është shumë e rëndësishme që pyetja që neve duhet të shtrojmë tani, dhe këtu dalim te Foucault, i cili thotë nga pyetja e duhur mund të kuptojmë edhe dhe të rrekim thelbin e problemit. Dhe në këtë rast është shumë e rëndësishme të kuptojmë cilat janë ato strukturat, të paktën në vendin tonë politike, të cilat e çojnë njeriu, qoftë ky burr apo grua, sepse është edhe ky elementi gjinor që neve mund ta diskutojmë, drejt autoritarizmit, drejt kësaj dëshire të pa kontrolluar të mbajtjes së pushtetit, sepse njeriu në lirinë e tij mund edhe të humbë balancat e asaj që të kërkon të bëj apo dëshiron të bëj, sepse në luftën e egos, idit edhe alter egos të tij mund të bëj edhe çmendurira. Por ama është struktura, janë institucionet ligjvënëse, është si thua i gjithë hallka e cila ty të kufizon në termat asaj që quhet ndëshkueshmëri dhe përgjegjëshmëri. Ndaj neve në këtë moment për këtë duhet të luftojmë. Neve vërtet mund të kemi individ të cilët përqafojnë kultin e liderit, pra janë të etur nga pushteti, por pyetja e madhe është po ku është struktura për ta kontrolluar? A ka ndëshkueshmëri, do thuash? Po ku është ndëshkueshmëria dhe ndëshkueshmëria nuk duhet vi vetëm në rastin e faktit që të shërbejë si ai shkopi që ti bëre gabim dhe tani duhet të bjerë mbi ty dhe të godas. Përgjegjëshmëria duhet jetë si një lloj mase, e cila është e vendosur aty në mes të asaj tavoline, e cila na tregon që çdo kush për asaj pike është i baraz larguar dhe nëse ne bëjmë diçka pikë është ajo referenca aty, ai lloj etaloni të cilat neve na ndalon ose më saktë na kontrollon pa thënë asgjë për gjërat që neve duhet bëjmë. Dhe unë mendoj se problemi më i madh që neve kemi nevojë dhe duhet ta adresojmë, sepse kemi një paktën ajo që shohun në hapësirën publike është që ne kemi një përpjekje gjithmonë të gjejmë një zgjidhje nga jashtë situatës dhe merremi gjithmonë me një situatë konkrete. Por situata konkrete është vetëm maja e një icebergu që tregon gjithë natyrën e një gjëje që vjen nga pas, e një akullaje të madhe që është e fshehur dhe cilën ti duhet për ta shkatëruar duhet fillosh ta demolosh, ti tundësh themelet dhe të nxjerrësh sërish në parë që shikoj një shtet me demokraci, me zhvillim të qëndrueshëm, ka nevojë për integritet. Lind pyetja, se nëse struktura nuk funksionon, kush e bën? Atëherë, shikoj. Deri tani më duket se ka filluar dhe po bëhet apo jo, sepse kemi parë SPA, kemi parë GKKO, kemi parë drejtsinë e cila ka filluar dhe për herë të parë po e sjell klimën apo idenë e ndëshkueshmërisë në praktike. Është shumë e rëndësishme që neve të kuptojmë që të bërit të vepruarit drejt, pra drejtësia, nuk është detyrë vetëm disave. Në forma të ndryshme dhe në masa të ndryshme, ne jemi të gjithë përgjegjës që drejtësia si koncept të ecë përpara dhe e gabuara të ndalohet. Madje më pëlqen më shumë fjala veç se cili nga ne se sa kur e themi jo, sepse kur them sepse ideja kur dikush ngrihet me idenë që shiko, un kam një tagër, un kam një përgjegjësi që t'i bëj gjërat mirë në këtë ditë të diel, unë do zgjedh të kursin më të mirë të veprimit që më shërben mua, por dhe shoqërisë. Nëse neve krijojmë një hendek që shiko,
s'kam se unë t'jem përgjegjesh për drejtësinë, se është ajo atje lartë, neve krijojmë një lloj hendeku që shiko ajo mbetet në botën e ideve perfekte, ndërkohë që këtu në terren hajde le të bëjmë çfarë të duam. Korrupsionin e krijojmë vetë apo jo nga çdo nder i vogël që kërkojmë. Çdo nder, jo dhe që një njerëzor, nga çdo nder i vogël që kërkojmë që diçka të bëhet ndryshe për ne, këtu fillon gjithçka. Kur ti shkon në një institucion dhe ti nuk merr shërbimin e duhur dhe ty ai shërbim ty të nevojitet sepse patjetër ti mund të kesh dikush që mund të jetë smur në shtëpi, ti mund të kesh një problem, mund të ngelesh pa shtëpi, ti mund të kesh një tjetër problematik që mund të jesh i aksidentuar ose ku dëgjon, çfarë do bësh, do presësh derisa të jo, ti do shkosh, do korruptosh për të marrë shërbimin e duhur në kohën e duhur në momentin që ty të duhet si qytetar. Dhe kjo nuk do të thotë duket sikur ti si qytetar nuk e faj fare për këtë. Jo, atëre qytetari faj në thonjza i qytetarit, sepse ne përmendëm një shoqëri demokratike ku neve duhet jemi të gjithë të përfshirë, dhe unë bëra një pyetje shumë logjike dhe thash, kush e vendos strukturën përballë përgjegjësisë, për përgjegjësitë që ajo nuk do të marrë? Shoqëria, njerëzit e thjeshtë. Pra, politika, pushteti, autoriteti, institucionet, e gjithë superstruktura sociale e jona dhe e gjithë hapësira në cilën ne jetojmë, ne nuk jetojmë në ajër, ne jetojmë në tokë dhe vendimet merren, qoftë një herë në 4 vjet apo një herë në 2 vjet, të cilat ne i votojmë, dhe mekanizmi i vetëm demokratik i reagueshmërisë përveç votës është reagimi shoqëror. Atëherë, jemi ne në kushtet e një reagimi shoqëror në rastet kur ne shikojmë padrejtësi, çfarë ndodh me ndërgjegjen kolektive tonën? Pra, të shkojmë pak më tej. Çfarë ndodh me ndërgjegjen kolektive tonë si individ në momentin që ne shikojmë një padrejtësi që i ndodh dikujt, që dikujt i prishet shtëpia, që dikush nuk merr dot shërbimin e duhur, që dikush detyrohet të ikë jashtë sepse për shkak të një vendimi të gabuar të gjykatës apo të një institucioni tjetër. Marrim një shembull komplet abstrakt, por që na çojnë tek thelbi i gjës. Nëse ne nuk reagojmë 5 veta në shkollë, nëse nuk reagojnë në një institucion publik, në një shkollë publike që një mësues i tyre mund të ketë ushtruar dhunë, nga do merret vesh, nga do adresohet problemi. Më pas nëse prindrit e tyre nuk reagojnë, nga do adresohet përsëri problemi. Dhe nëse një grup studentësh bëhen dhe adresojnë një problematik brenda universitetit dhe familjarët e tyre adresojnë po ashtu këtë problematik dhe njerëz të tjerë të cilët ndërgjegjësohen për këtë problematik gjithashtu e adresojnë, pra bëhemi nga 5 veta 10, 15, 20, pra kemi formën e mekanizmit për të adresuar dhe për të ankimuar. Në Shqipëri ka një problematik të cilën unë shikoj gjërësisht edhe në bashkëmoshatarët e mi, por edhe në brezat e më të rritur, të cilët nuk njohin hallkat e ankimimit administrativ të çështjeve për të cilat ata kanë të drejtën për të ankimuar dhe për të kapur ligjërisht problematikat sociale. Ose sepse kemi tendencë që ta zgjidhim kështu në rrugë personale dhe mos e kërkojmë besimi. Pra është mungesa e besimit tek institucionet dhe duam ta zgjidhim vetë. Dhe në fund fare kemi vitet e fundit të shkuptuar, të paktën 10 vitet e fundit që njerëzit ikin dhe kemi një migracion masiv dhe kemi një injorim total të problemeve sociale në shoqërinë shqiptare, të cilat ne zgjedhim të largohemi prej tyre, sesa të qëndrojmë dhe të luftojmë për to. Pra është reagueshmëria ajo qytetare, e cila duhet të vendosë institucionet përballë përgjegjësisë në një farë forme, edhe në rastet kur institucionet reagojnë duke mbyllur dyert apo duke mos u interesuar për përgjegjësinë. Irena, është larguar qytetari nga institucionet, është zgënjur dhe i mungon besimi? Dhe bën pikërisht këtë që do të Alkida që preferon më mirë të largohet, të lërë gjithçka këtu dhe të ikë, sesa të rritet të përballet për të kërkuar drejtësi. Unë prapë do kërkoj metodologjinë, sepse, jo, si pedagogë, sepse si pedagogë e komunikimit... Po duke sikur s'po i përballesh as tjetër, po i shpëton dhe ti përballesh. Jo, nuk është shpëtim, është thjesht ajo nevoja për të bazuar argumentin tonë të ajo që është e vërtet solide dhe për të mos hamendësuar pa pasur të dhëna. Ka raporte ndërkombëtare të organizmave ndërkombëtare të cilët masin tregues të ndryshëm që lidhen me besueshmërinë, me besimin tek institucionet, me lirinë e medias, dhe të gjitha këto tregojnë që Shqipëria, në pa i cituar të gjithë raportet sepse janë shumë, në atë renditje neve nuk është se jemi mirë. Pra ajo vjen dhe kjo shkon në vazhdën e asaj që unë po thoya në fillim, që është krijuar një hendek midis drejtësisë, pra shiko se përgjigjen të tjerët, pra një lloj friraj deri masiv në të gjithë atë
shoqërinë në të cilën shkolet të ndodhin. Çfarë ne kupton me të free rider? Me këtë që shiko, po nuk është detyra ime. Çfarë do të thënë free rider? Po free rider në koncept Jo, është karkimi përgjegjësisë. Pra në shkencat politike do të thotë që unë nuk kam nevojë ta ushtroj pushtetin tim si individ, se përgjigjet dikush tjetër për mua. Pra, unë s'po flas për metodën këtu se do vi një pedagog tjetër që do të flasë. Vjen që nga pushteti që kemi patur më parë që gjithçka e zgjidh qeveria. Jo, është ajo sistemike, është dhe lidhet bashkime profesionale. Është ajo që tha jo, është ajo që tha Alkida, është kur ti beson te kulti individi dhe tek lideri, ti beson se ai lideri në këtë rast heroi, ai do jetë shpëtimtari, ai ka në dorë gjithçka. Dhe kur ti delegon dhe beson te kulti individit, beson te fuqia e tij jashtëzakonshme që ai t'i japi drejtim gjithçka që do ndodh. Prandaj dhe ne kemi shprehje në komunikimin e zakonshëm. E kemi edhe në kulturën tonë. Po pra që ne themi ai zgjidh. Por nuk e bërë ai s'ka kush do ta bëjë. Kupton, pra kjo lloj tregon mendsinë tonë që neve nuk marrim përgjegjësitë e vetja dhe duke pasur këtë raport problematik individual që shikon, ne kemi dhe liri, kemi dhe përgjegjësi dhe nuk kemi një shtyllë morale në të cilët reflektojmë për këto koncepte, do jemi të prirur që të heqim dorë, t'i lëmë të gjitha përgjegjësitë dhe pastaj në terma të përballjes me institucionet mos jemi proaktiv, po të jemi reaksionar. Dhe kur je reaksionar do thotë krijohet një zhullurdi e madhe, dalin ca njerëz bëhet një zhurmë e madhe në rrjetet sociale që ti kur e shikon të gjithë problematikat e artikulimit aty janë të tmerrshme dhe ndërkohë asgjë nuk ndodh me atë institucionin apo me atë lloj skandale problematike që ka ndodhur sepse thjesht njerëzit thonë çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Dhe kjo tregon që ky është një reflektim shumë i madh pra këto shfaqje të vogla